Qysh prej agresionit kundër Ukrainës, pal Vladimir Putinit, Europa u zgjua me zhurmë. Dhe jo vetëm po thot se sa e rëndësishme është geopolitikisht për ta marrë Ballkanin perëndimor brenda, por po bën edhe më të mirën të mundshme për ta shpejtuar një gjë të tillë. Ne aty ishim edhe më parë, punonim fort edhe më parë, përmbushnim kriteret për nisjen e negociatave edhe më parë, që u konfirmuar 3 herë me radhë nga Komisioni Evropian, por u refuzuam. U refuzuam pikërisht sepse fjalët e veprat ishin larg njëra tjetrës. Tashmë Europa është e tëra pro kësaj në lëvizje për të arritur këtë gjë dhe me shpresë më së fundit do të arrijmë këtë objektiv, do të realizojmë një ëndër dhe më pas një epokë e re, një jetë e re do të zërë fill, natyrisht me sfidat reja, sepse sfidat janë gjithmonë pranishme, nuk do të marrin kurrë fund. Po së paku do të kemi te i kaluar këtë pengesë jashtëzakonshme midis nesh dhe vete, sepse ne përkasim aty dhe nuk mund të qëndrojmë jashtë.